Recep Çari ishte ndër zdrogtarët e parë në Gjakov. Këtë zeje ka trashëguar edhe një prej tij, Ylvi Çari, në ditët e sotme. Në të kaluarën ishte një zanat me perspektivë, por sot është sfiduar nga kohët moderne. Djepje e sofra nuk përdoren si më përpara. E njëjta histori e shoqëron edhe zanatin e rrobaçepsisë. Selami Ferizi këtë zanat e ka trashëguar nga familja dhe vazhdon akoma ta mbajë përkundër sfidave që ka në sigurimin e materialeve, të cilat i nevojiten. Të dyja palët janë përfituese të granteve komunale tash së fundi. Ata japin arsyet pse aplikuan për grante. Kom apliku se mendoj premtar shumishti edhe djalin pak mi aktivizu, edhe pse është ka shije që zanatën ka përfundimi, po mendoj mi shti djalin mi aktivizu pak me këto sende të reja me diçka. Se edhe tash edhe koha internetit, për ka që shka me shikua, me punua, me aktivizu pak. Në Gjakov janë sfidat shumë të rona. Mas pari, s'punon rjeti tregtar, me cilin nuk vinë shtofna. 99% që furnizona prej Shkupit. Rritet kostaja e punës, e prodhimit, edhe ti met vend numra. Këto grante janë të nevojshme në funksionimin e bizneseve të tyre, shprehen ata, dhe natyrisht janë motiv shtesë për punë. Për fillim mirë është, për aktivizim mirë është. Nuk ka diçka haj nej shumë e madhe, po sa për me startu është mirë. I kompenzoj disa maqina me cilat e zvogloj kostën e prodhimit tim, cilin une e punoj. Përfituesit e granteve komunale mendojnë se ndihma të tilla për bizneset e vogla dhe të vjetra duhet të jepen edhe në të ardhmen, por pasi të plotësohen kriteret me të cilat ata fituan grantet.